Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah al-ba'd. Bab fi takbiri ala al-janaza. Takbirat mbi namazin e xhenazës. Pra sa herë thuhet Allahu Akbar. Minimale që është transmetuar në takbirat kur falet në xhenazë është 4 herë. Po është transmetuar edhe 5 herë. Është transmetuar edhe 7 herë. عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه خرج الى المصلى فصف بهم وكبر 4. Abu Huraira radhiyallahu anhu tregon se kur vdiq Nejashiu ishte, si më thënë, perandori apo mbreti i Abisinisë, doli në faltore, pra doli jashtë xhamisë dhe fali i bëri njerëzit në rrjeshta, pra i renditi njerëzit në rrjeshta dhe fali namazin e xhenazës për Nejashiun me 4 tekbire. عن ابي هريره رضي الله عنه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم النجاشي صاحب الحبشه يوم الذي مات فيه فقال استغفروا لاخيكم. Po Abu Huraira radhiyallahu anhu tregon se Allah sallallahu ka njoftuar ditën që vdiq Nejashiu dhe tha: kërkojeni falje Allahut për vllajën tuaj se sot ka ndruar jetë. Çfarë lexohet? Në tekbirin e parë lexohet Fatihaja. Në tekbirin e dytë salavatet, në tekbirin e tretë duaja për njeriu që ka ndruar jetë dhe në tekbirin e katërt dua për vetë dhe për të vdekurin. Kjo është më saktë. Në përgjithësi njerëzit tekbiri i katërt selam. Përgjithësi kështu për tekbiri i katërt selam. Po më saktë është tekbiri i katërt dua për veten dhe për të vdekurin, apo për të vdekurit apo për të vdekurën, dhe pastaj jepet selam. Dua e thjeshtë është transmetuar Allahumma ighfir lana wa lahu wa la tuhrimna ajrahu wa la tufitna ba'dahu. Kjo është transmetuar si dua mas tekbirit katërt. Allahumma ighfir lana wa lahu wa la tuhrimna ajrahu wa la tufitna ba'dahu. O Allah na fal neve dhe atë, mos na e humb shpërblimin e tij, e mos na sprovo në mas tij. عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على أصمهة النجاشي فكبر 4. Po nga Jabir transmetohet e njëjta gjë. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم توفي اليوم رجل صالح من الحبش فهلم فصلوا عليه فصففنا فصلى النبي صلى الله عليه وسلم نحن صفوف. Po i njëjtë transmetim po thuaj se nga Jabir radhiyallahu anhu, si dëgjuar Allah sallallahu alaihi wasallam, njëri i mirë sa ka ndruar jetë nga toka e Abisinisë, e janë të falim ati xhenazën, u rreshtuam dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i fali xhenazën. Po mirë, nëse bëhen 5 tekbira apo 7 apo 6, apo transmetim 6, apo transmetim për 5, për 6 dhe për 7. Çfarë bëhet? Thjesht thuhet Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nuk thuhet gjë, nuk është ka një transmetim siç ka për këto të katërta. Për këtë arsye, 4 mëdhëbet kanë ndërë 4 tekbire. 4 mëdhëbet kanë ndërë 4 tekbire, sepse ka transmetim të saktë se çfarë thuhet më së por edhe ato të tjera janë të sakta. Pra, për 5, për 6 dhe për 7 janë transmetime të sakta, pra duhet pranuar se transmetime. Nëse dikush do ta zbatojë, mund ta zbatojë. Po mirë, nëse imami bën 4 tekbire, a mund bëjmë më shumë? Ka dy mendime. Dikush thotë po, mund bësh më shumë. Pra, imam thotë Allahu Akbar tekbirin e 4 dhe jep selam, ti mund të thosh Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, selamun alejkum wa rahmatullah, selamun alejkum wa rahmatullah. Dikush thotë jo, duhet të përmbash imamin. Dhe në origjinës, pejgamberi sa ka thënë, imami është dhënë në për të prirë njerëzve në mënyrë që të ndiqet. Përderisa imami bën 4 tekbir, duhet të rikët 4 tekbir, dhe kjo është më e saktë inshallah taala. Zotë shëndet, selamun alejkum wa rahmatullah.